akoma kemi ngelur me tezat slavit të 1954, Akademia jonë, nuk lumë fare hiç. Është bërë një botim i historisë shekullit 20 i mrekullueshëm nga Instituti i Historisë dhe është bllokuar në Akademinë e Shkencave dhe të Arteve. 5 zhvillime ka bërë. Beqir Meta, Verli, Bello, Krasniqi, Boçi, pra grup pune, një punë 10 vjeçare dhe edhe nuk promovohet, nuk reklamohet, nuk shpërndahet. Që është një rishikim shumë dinjitos i historisë shekullit. E di punën që kanë bërë të gjithë historianët, grupë historianët. A flitet? Jo se ne flasim për Ramën, Berishën, Spakun, luftën. Rama shumë mirë bëri që shkoj atje, edhe që erdhi Vučići këtu, i tregoi popullit serbor që ne jemi këtu, por kjo nuk na pengon neve tash. Patjetër. Që repartet e të gjithë shtetit shqiptar të funksionojnë brenda rregullave diplomatike dhe Si vjen ky proces në Hagë? Gjykata do të marrë gati 3 muaj deri sa të shpalli vendimin. Ajo është çështje procedure, por ne mund përfitojmë nga diç veç të drejtës që është cënuar komplet. Neve duhet përfitojmë nga i farë vetë kënaqësie që ka kapur palën kundërshtare, që do të quajmë. Që do të thotë? Që do të thotë, sepse ata provuan, siç thash pak më përpara, me Dick Martin. Me shkrimet e Dick Martin. Dhe deshëm me vrapa se deshëm me eliminu, e tha, shumë mirë tha që se neve si themi gjërat. Mi po, nuk u bë buj për tentativën për vrasje të shërbimit sekret serb karshi Dick Martin në Zvicër. Nuk u bëj buj në Europë, si që bë buj për gjithë ato shpife që bërej në Libë. Edhe ne nuk e përmendim, ne duhet ta përmendim në çdo rast. Këtë mund se nuk e kemi thënë ne, kanë thënë institucionet zvicerane, por ne do ta përdorim në çdo rast. Këtë punë. Ata kanë kujtuar tash se meqense e kaluan shumë lehtë dhe shumë amatoreske. Herë të dy raste, si me Karl Del Ponte, si me këtë, do ta kalojnë edhe këtë rast tjetër, sepse ajo pretendë si bëri prokurori ishte totalisht dobët, pa fakte, pa argumente, pa një nervë, si me thonë, juridike dhe të humanizmit. E qartë. Po, a është në kontekstin e shumë zhvillimeve geopolitike që po ndodhin sot dhe ka ngarkesë edhe të zhvillimeve globale aty në Hagë? Neve duhet kuptojmë diçka, që Ballkani është një nga rajonet gjeografike me interese më të madh strategjik. Dhe nuk hikën asnjëherë, as nga vëmendja amerikane, as ruse, as kineze, ti numëroj me radhë. Ndikim mundohet në maksimum të ushtrojë Amerika, Turqia, Kina, Rusia, Irani, Franca, Gjermania, Irani. Ore, që është ky vend, që është ky rajon tash? Se neve na shajnë, po kur më ka thënë një diplomat gjerman para shumë vjetësh, ore ju jeni shumë të mirë. Aq para dhe influenca që kalojnë në atë rajon, kishin kaluar në Gjermaninë do ishin dy herë më keq se ju. Pse tha janë më të mirë, tha, danezë dhe suedezë. Po kush kalon atje, tha, në veri fare, tha. Kurse ju jeni në qendër të gjithë korrenteve politike, gjeopolitike, ekonomike, ushtarake, gjithë tjerë. Pra këtë duhet të kuptojmë të gjithë, por kjo duhet na bëjë që neve duhet të investojmë në think tank-un për mbrojtjen e interesave tona, për prezantimin e tonë, për të mbrojtur nga sulmet që të parherë do të jetë. Ora kanë 20 vjet, e njëjta gjë është. Ky është finalizimi Karl Del Ponte e Dick Martin. Qofse ne do të kuptojmë kështu, ne duhet të thresim mendjes që të ulemi që nga pedagogët, nga analistët, nga diplomatët, nga konferencat të ndryshme që marrin pjesë të gjitha institucionet, qoftë shoqëria civile, ne duhet të prezantojmë problemin tonë. Dhe çfarë na kanë bërë të tjerë, dhe çfarë bëhet ende tash. Dhe të themi dhe ca të vërteta mbi akuzat që i përfshin të gjithë shqiptarët, na përfshin gjithë ne. Qofse do themi për krimet e Kosovës, mos flasim për krimet e vitit 90. Or ta filloj qysh ka 1830. Qysh 1830, çfarë është bërë? Janë rreth 10 milion shqiptarë sot në Turqi, që i kanë zbuar sërbët kryesisht. E që do të përmendim në çdo. Edhe në teorinë e komunikimit, do të bëhet si target, pam, çdo herë, në çdo institucion që të Sa mërzitet, nuk na mërzitet as Erdogani. Po ja përmendëm. Erdogani nuk mërzitet. Zoti Xhilla,
në kontekstin e gjithë tyre zhvillimeve, prandaj të pyeta pak më parë si ndikon edhe vendimi që po vjen për ish-drejtuesit e UÇK-s në Hag. Kishim një konferencë Myniu për çështjet e sigurisë dhe duket sikur pam një raport të relaksuar mes Amerikës edhe e Europës pas një periudhe shumë të gjatë tensionesh dhe më fundit ishte Groenlanda, ishte pikpyetjet për NATO-n. Ne kemi folë dhe tjerë, kemi qenë bashkë në studio. Këtu ka një kakofoni që bëhet kundër politikës së Trumpit, që përsëri kjo ndodh nga segmente antiperëndimore, që të fillu nga Rusia, që është shumë e fuqishme këtë punë. Ne duhet kuptojmë që Rusia ka informimin dhe shërbime sekrete armët më të forta, jo ushtrinë, se ushtria e tij ka dështuar atje në Ukrainë. Sepse në fundit edhe në dokumentin që nxori Kongresi Amerikan në lidhje me strategjinë e Shtetit Bashkuar të Amerikës, një nga pika e dytë ishte që Europa duhet të punojë për vetë administrimin strategjik, geostrategjik të vetë. Me fjalë, gjithë kjo shkunde që i bën Trumpi me retorikën e tij të pashëmbullt, që s'mund të në historinë e presidentit Amerikës nuk mund të gjesh një njeri, edhe përsi Europa nuk po shkundet tamam. Nuk po shkundet. Edhe thua nuk po shkundet? Veç Gjermanisë, që është ndërgjegjësuar, kanë dhe një situatë tjetër që ekonomikisht janë në krizë, aty po nuk po shkundet tash. Nuk po bëhen rasti i gjyqit të Hagës të liderëve politik të UÇK-s është një rast që duhet ta kishin, duhet i nervozoj, duhet të sensibilizoj se çfarë ndodh. Se në Ballkan më pro-europian se ne s'ka, pavarësisht se jemi edhe bektashi dhe sunite dhe tjerë, po se katolikët dhe ortodoksë nuk na i quajnë. Pra, po më thoni që duhet ishte një çështje të sensibilizonte kancelarit europiane. Po europian duhet të ketë një reagim për të ndryshuar. Dhe tha Rubi tash. E ka në dorë për çështjen e Hagës për shembull Kancelaritë e Europës të ndikojnë tek vendimi i gjykatës? Patjetër. Politika nuk erdhi nga Rusia, erdhi nga perëndimi e mësuar në politikë. Aspekti politik do është që nuk. Edhe Rubio u duk në konferencën e Myniut më i qetë me deklarata. E qetësoi Europën. Pjesërisht unë them është e qetësoi për momentin, mund të themi, apo jo? Jo, e qetësoi tamam. Pjesërisht ai luajtën polici keq me Vancin dhe polici mirë me fjalë, po unë them që Shtetet Bashkuara janë të sinqertë. Ora merrni fatin tuaj tash. S'do ju mbrojnë gjithkohën. Gjërat po ndryshojnë. Kemi front tjetër më të madh. Tjetër dhe për Amerikën dhe për vetë Europën është shumë e rëndësishme që ta tërheqi Rusin nga alianca me Kinën, ta hapi rrugët e komunikimit me perëndim, shumë e rëndësishme. E vërtet, ndërkohë, syt kanë qenë orët e fundit në Gjenevë për dy ngjarje që nuk kanë lidhje me njëra tjetrën, bisedimet amerikano-iraniano për çështjen e programit bërthamor dhe në anën tjetër bisedimet Rusi, Ukrainë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës për paqen në Ukrainë. Duke se ka patur një progres të mirë dhe iranianët janë kënaqur në bisedimet për çështjen e programit bërthamor. Unë jam optimist në bisedimet sidomos me Iranin. Sepse Irani ka një situatë të skajshme, keqe ekonomike. Aty ka shumë korrupsion dhe në kuadrin e izolimit që është bërë Iranit nga perëndimi dhe nga shumë vende tjera, qeveria iraniane ka qenë e detyruar të komunikojë, të bëjmë biznesin dhe ekonominë nëpërmjet oligarkëve. Oligarkët si oligark nuk të falin, i duan gjithë për vete. Edhe në moment e krizash nuk t'i japin. Ky është një detaj i vogël. Tjetër, Rusia nuk po e mbron Iranin. Po e Askina. Plus, pastaj kemi rastin e Venezuelës. Se kemi dy modele tash. Kemi modelin e Venezuelës me Maduron. Shkuan dhe rëmbyen forcat speciale amerikane. Si u mbyll kjo çështje? Aty kemi edhe rastin e ish presidentëve të tjerë me Irakun, edhe me Afganistanin, që janë 2-3 trilion
dollar atje dhe nuk biznesin gjë, u vranë njerëz si nga njëra palë dhe nuk zgjidhen asnjë gjë. Dhe tash me fjalë klasa politike iraniane jam i bindur që i ka thirrur dhe po gjen një rrugë zgjidhje për të bërë kompromis. Se nuk edhe pse kërcënimet e Trump vazhdojnë të jenë paralele për përdorimin e forcës. Ai është pjesë e lojës. Ai është pjesë e lojës dhe shumë mirë bëhet. Edhe kur palët janë në tavolinë e bisedimeve. Këta që kundërshtojnë Trumpin në Europa për shembull ose shumë segmente të tjera, çfarë duan? Duan një luftë si e Irakut apo llogjet e Trumpit kur i thonë se pritet as mos flasja, as mos shajtej. Ai me ndërhyrjen që bëri me Izraelin ishte për herë të parë se në gjithë historinë e shtetit izraelit, Izraeli e ka shfrytzuar Amerikën. Kurse këtë ishte Amerika që e shfrytëzoi Izraelin. Dhe kujtojmë edhe diçka tjetër që është individuale kjo punë. Vrasja e shumë gjeneralëve dhe funksionarëve të lartë iranian në ato operacion që pati Izraeli duke godit në shtëpi me precizion. Tash çdo udhëheqës iranian kujtojnë se e di që shipin e ka me vete. E kanë ende frikën e atij operacioni po thonë. Patjetër. Ai skem nuk është dukur tash. Do të shkohet drejt një zgjidhje. Besoni që do shkohet drejt një zgjidhje për çështjen e programit bërthamor të Iranit këto bisedime? Programi bërthamor them që do iranian do lëshojnë. Nuk besoj të lëshojnë ke mbyllje e prodhimit të raketave supersonike që kanë të zhvilluara shumë, edhe nuk kapset. Atje, por ajo që është e rëndësishme për Amerikën, veç armë bërthamore është që ta integroj Iranin ekonomikisht në klubin e perëndimit. Nëse arrihet një marrëveshje është e mundshme edhe ky hap tjetër apo jo? Sepse kjo do të bëjë që të ulen çmimet e energjisë në të gjithë botën dhe do të fillojë një progres ekonomik për të gjithë botën, edhe për vetë Iranin sidomos. Dhe mendoj që pas 50 vjetë duhet të arrihet në këtë konkluzion, plus edhe gjithë elementet e situatës kritike që ka të brendshme i Iranit. Po në anën tjetër, bisedimet më të vështira duket se janë bisedimet treshe, Ukrainë, Rusi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe Zelenski ka thënë që nuk mund na detyrojnë të pranojmë atë që është kafshata që nuk mund ta kapërcejnë ukrainasit, faljen e territorit. Tashi po diskutohet kryesisht territori Donetskut, është një pikë strategjike që është nga më të fortifikuarat në botë, dhe ata nuk e lëshojnë Ukrainës me shumë të drejtë. Sepse qofse ajo pikë strategjike, nuk është problemi ke kilometrat katror sa përbëjnë, s'kan blerë ato, po ajo është bariera që e ka bllokuar gjithë frontin e ushtrisë ruse. Se qofse atë pjesë e merr Rusi, atëre në Kiev t'i shkon për 40 orë dhe nuk besoj të lehet. Tjetër, duhet kemi parasysh se me që duket marrëveshja e Alasës ka qenë e suksesshme midis Amerikës dhe Rusisë. Këtë e shohim në heshtjen e